Parlamenti i Slovakisë ka miratuar një amendament kushtetues që përcakton qartë se ekzistojnë vetëm dy gjini, mashkull dhe femër, duke e vendosur vendin në një përplasje të drejt për drejt me normat mbizotëruese të Bashkimit Evropian. Nga 99 ligjvënësit e pranishëm, 90 votuan në favor të këtij propozimi. U njoftua të premten. Ky vendim ngre tensione të mëdha midis Bratislavës dhe Brukselit, pasi BE-ja njeh identitetin gjinor dhe mbron të drejtat e komunitetit LGBTQ. Amendamenti sfidon parimin e BE-s që legjislacioni evropian të ketë përparësi mbi ligjet kombëtare, duke hapur rrugën për një konflikt potencial ligjor. Ndryshimet e miratuara nuk kufizohen vetëm në përkufizimin e gjinisë, por përfshin dhe kufizimin e të drejtave të birësimit vetëm për çiftet e martuara, ndalimin e zëvendësimit të fëmijëve dhe kërkesën për pakt të barabartë për burrat dhe gratë. Të gjitha këto dispozita pritet të hyjnë në fuqi më 1 nëntor. Kryeministri Roberto Fico e ka përshkruar këtë reformë si një mbrojtje kundër ideologjisë progresive të Brukselit dhe një shprehje të sovranitetit kombëtar. Koalicioni i Partisë Kombëtare Slovake tha se votimi dëshmon se arsyeja, vlerat dhe parimet mund të mbizotërojnë brenda Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kritikët kanë paralajmëruar se amendamenti përbën një tërheqje të rrezikshme nga e drejta e njerëzit dhe mund të shkel ligjin ndërkombëtar, duke lënë të pambrojtur ligjërisht personat transgjinor, interseksual dhe jo binar. Ky vendim vjen pak muaj pas një mase të ngjashme në Hungari, ku në prill parlamenti vendosi gjinin strikt bazuar në seksin e lindjes dhe i dha përparësi të drejtës së fëmijëve për zhvillim fizik, mendor dhe moral mbi të drejtat e tjera.